Sepse për gjithë lokalvarë. Do shumë shkurt. Jemi drejt për shumë shkurt. Po ata që nuk shkojnë në universitet, çfarë do bëjmë? Nuk ka zgjidhje, sistemi dual është i dështuar. Atëherë ka ardhur koha, jemi në ekonomi tregu. Financa, kontabiliteti, marketingu, menaxhimi duhet bëhen gjimnaz. Duhet bëhen gjimnaz. Ndryshimi kurrikule edhe për universitetin. Dhe nuk ka pse sot në vit të parë në fakultet, jo vetëm te ekonomia, por në universitetet e tjera, të bëhet hyrje në ekonomi. Bëjnë ABC po. Hyrje në ekonomi ai bën gjimnaz vet. Ai e bën gjimnaz marr. Pse duhet bërë hyrja në ekonomi në universitet? Po, në Amerikë janë kreditet e gjimnazit. Unë besoj që të gjithë që ne që jemi këtu kemi shpresuar që ky vend do bëhet dhe jemi nga ata të fundit e mohikanëve, por studentë të shkëlqyer që po dalin sot nuk pranojnë, pra kemi ikjen e trurit pikërisht për faktin që kemi këto lloj pagesë. Po nuk kemi studentë, kemi pak studentë. Ne nuk furnizohemi dot me mësues të niveleve më të ulta. Pse? E para punës ja ka bërë të vështirë, ja ka bërë 7 vite kalvar të bërit mësues, me një rrogë qesharake minimale. Në kollaj Delmjeki përgjithshëm se mësues. E para, e dyta, vite përpara, politizimi i vendeve të punës bëri që nxënësit mos orientoheshin të zgjidhnin mësuesin, po të zgjidhnin profesione të cilat do t'i çonin me trampolin në një vend të administratës, do merrnin një pak caktuar dhe do rrinin rehat. Ndaj, ato që kishin mesatarët më të ulta dhe ndoshta një nivel intelektual më të ulët, shkuan dhe zun vendet të mësuesia. Po edhe tendenca për ndjekur universitetin ka rënë, sepse shihen shumë studentë cilët nuk ndjekin universitetin. Problemi i arsimit ke ne nis nga thelbi, por që të merremi me këto që jemi mbledh, se jemi mbledh për gjë tjetër sot, se ne na dhem bash shumë shpejt se shkojmë në konkluzion, nuk kemi më kohë. Derisa universitetet nuk janë të lidhura me tregun e punës, studentët nuk kanë aftësi, njohuri dhe kompetenca për t'u përshtat tregut të punës. Po faji kujt është i universiteteve? Qeveria regulatorin të mes, që duhet bëjtë të trekëndshëm. Dhe i universiteteve, kryesisht i universiteteve publike. A e dini ju sa rankohet Universiteti i Tiranës në botë? I 4 miti. Në fund fare. Mi, pastaj se që të varet mënyra rankimit. Pra, ky ligj i arsimit, më shumë lek për buxhetin e arsimit. I mirë, i keq, me paterica, nuk na duhet fare, do të abandonojmë, do të kritikojmë, do dalim protest, konkluzioni. Konkluzioni në duhet çdo qindark. Por në qoftë se këto para që 1 milion, absolutisht. Po si lypsarët